Për se cilin nëzënës, se cilin fëmijë duhet këtë qenë? Sigurisht, dalja e parë në publik mbetet gjithmonë ai më i veçanti me emocionin më të veçantë ndonjëherë. Se cili është i veçantë në vetvete, por që dalja e parë në skenë ka qenë, nuk e harroj asnjëherë, ka qenë një garë që thirrej provo talentin, edhe unë si një 13 vjeçare mora pjesë me një këngë popullore, edhe prej atëherë rrugtimi im në muzikë, në skenë nuk është ndalë asnjëherë. Ka pas njerëz apo këngëtar apo dikush që të ka frymëzu për të nisur këtë rrugtim, sidomos me këngën? Një përkraje shumë të madhe kom pas prej babës. Ai çdo herë më ka shty tutje për më marrë me muzikë, për më marrë me prezantim, për mos me ndalë shkollimin, do me thonë ka qenë një shtysë shumë e madhe që unë të shkollohem edhe të krijoj karrierën time pavarësisht sfidave që mundën me ardhur gjatë jetës. Zakonisht janë nanat ato që shtyen vajzat e tyre për të marrë një drejtim tillë. Pas ke pas një lidhje të veçantë me babën? E kom pas lidhjen e veçantë me babën, po që edhe ai në rininë e tij të hershme ka marrë pjesë në për aktivitete kulturore të asaj kohe në shoqëri të ndryshme, në bajramcore, në Josip Prel, në Podujeve, kështu. Edhe ndoshta e ka pas gjithmonë dëshirë që të trashëgoj të paktën diçka nga... Sakt, unë e them që unë kom qenë ndoshta një vazhdim i ëndrrës tij të paralizuar. Patjetër. Gjithsesi me vitet edhe zhvillohet njeriu, pjekët fillojnë të ndryshojnë edhe dëshirat. Për ty si ka qenë kjo pjekuri, kjo ngritje profesionale? Po me vite unë vazhdova studimet në Universitetin e Prishtinës, në një fushë krejt tjetër prej botës të artit, studimet cilat pastaj më hapën rrugën për të punësuar në një prej institucioneve të vendit tonë. Unë për afër 10 vite kam punu në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve si zyrtare për informim dhe monitorim të mediave. Por që muzikën nuk e kom lënë asnjëherë. Do me thonë, aktivitetet muzikore dhe po ashtu edhe prezantimi programeve të ndryshme më kanë shoqëruar çdo herë, paralelisht me zhvillimin e profesionit tim. Këngën Çlirimtari do ta diskutojmë, meqense në një farë forme është edhe e fundit edhe normalisht ka një domethënie patjetër. Sigurisht. Kënga Çlirimtari është një këngë që është punu sfundi, që tash po du me shfrytëzu rastin me i përmend Driton Fazliun dhe Muhamet Selimin të Art Front Studios. Janë dy djemë të cilët janë shumë punëtor, janë shumë profesionist dhe këtë këngë e kanë punu me një zell dhe një profesionalizëm të jashtëzakonshëm. I falenderoj shumë sepse kënga Çlirimtari është një këngë që prek shumë njerëz, që sidomos prek çlirimtarët e këtij vendi, të cilët edhe pse kanë ndirë gjak për këtë vend, fatkeqësisht për shkak të kushteve të rënda ekonomike janë detyruar me lënë vendin, me lëshu vendin, me jetu jashtë këtij vendi edhe pse kanë ndirë gjak për këtë vend. Kështu që kjo është një këngë shumë e ndihshme, por edhe shumë e veçantë po ashtu. E dëshirove ti një këngë të tillë me një tematikë të tillë apo erdhi natyrshëm nga bashkëpunëtorët? Erdhi natyrshëm nga bashkëpunëtorët, një propozim nga një mik i ynë i përbashkët dhe erdhi deri te realizimi. Si shkoi gjithçka?